Keni probleme me kujtesën? Mjeku zbulon sekretin që forcon trurin dhe memorien. Shëndeti i mendjes bazohet ndjeshëm në një regjim të pasur ushqimor me produkte që stimulojnë çdo qelizë të tij. Në këtë video do të listojmë sipas Healthline vitaminat më të mira që fuqizojnë trurin, përmirësojnë kujtesën dhe performancën tuaj mendore. Këto janë vitaminat më të mira të cilat këshillohet t'i merrni nëpërmjet ushqimeve për një shëndet më të mirë të trurit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Vitamina A. Të gjithë i njohim vlerat e vitaminës A për shëndetin, por kjo vitaminë është thelbësore edhe për zhvillimin e shëndetit të trurit. Vitamina A zgjeron kështu aftësinë e mendjes dhe të sistemit nervor. Ajo përmirëson ndërlidhjen mes zonës dhe kujtesës dhe mësimit në zonën e qelizave. Kjo vitaminë shërben si një antioksidant shumë i fuqishëm. Një mjet ky është shumë i rëndësishëm kundër problemit të radikaleve të lira. Burimet e tjera të vitaminës A janë spinaçi, gjithashtu pjeshka, mëlçia dhe kajsit. Acidi folik është shumë i rëndësishëm në zhvillimin mendor. Është një nga format e vitaminës B9 që mban nën kontroll qelizat e trurit. Acidi folik do të forcojë kështu kujtesën, aftësinë reaguese të trurit, vigjilencën dhe do të mbajë larg akumulimin në veprime letargjike. Disa prej burimeve ushqimore më të rëndësishme me acid folik janë barishtet, thjerrzat, fasulet dhe bishtajat. Shumë të rëndësishme këto për aktivitetet tuaja ditore dhe lehtësimin e komplikacioneve. Vitamina B6 është shumë e rëndësishme për zhvillimin tuaj mendor. Është një nga vitaminat kryesore të kompleksit B, të domosdoshme për një kujtesë më të fortë dhe mendje më të mprehtë. Disa nga burimet më të mira të kësaj vitamine janë piepri, gjithashtu drithrat e pasura dhe fasulet. Vitamina B12 është një produkt fantastik për zhvillimin tuaj mendor. Kjo vitaminë është jetësore për shëndetin dhe ndërlidhjen e qelizave. Ajo mban të paprekur mjelinën e cila mund të mbulojë edhe fibrat nervore të lëshojnë impulse elektrike në tru. Në këtë mënyrë, kjo vitaminë parandalon gjithashtu edhe sëmundjet tuaja të trurit. Vitamina B12 do të parandalojë depresionin dhe luhatjet e humorit dhe rrit gjithashtu edhe vigjilencën. Ajo parandalon edhe humbjen e kujtesës. Disa nga burimet më të mira të kësaj vitamine janë peshku, mishi i derit, shpendët, gjithashtu edhe viçi. Ju mund ta përdorni atë edhe në formën e suplementeve. Vitaminën B12 mund ta blini në farmaci. Të dhënat tregojnë se ajo është gjithashtu e gjendshme edhe te spirulina, një produkt fantastik që mund të konsumohet në dietat tuaja ditore si një përzgjedhje fantastike për shëndetin e trurit dhe jo vetëm. Vitamina C. Radikalet e lira janë një risk i madh dhe i vazhdueshëm i qelizave tuaja të trurit. Mënyra më e mirë për të parandaluar dëmin e radikaleve të lira është marrja e antioksidantëve të vlefshëm. Vitamina C luan një rol të shkëlqyer dhe siguron shëndet jo vetëm për trurin, por gjithashtu edhe për sistemin imunitar dhe për zemrën. Burimet më të mira të vitaminës C janë agrumet dhe bishtajat. Vitamina D. Ndikon në shëndetin e qelizave të trurit dhe mbarvajtjen e tyre. Burimet më të mira të vitaminës D janë shpendët, mishi i viçit, mëlçia, djathi, peshku e të tjera. Vegetarianët mund të konsumojnë kërpulla që përmbajnë vitaminën D2, një formë e vitaminës D. Drithrat gjithashtu janë një përzgjedhje e mirë, por këtë vitaminë mund ta merrni edhe nga drita e diellit, që është një burim kryesor i kësaj vitamine. Vitamina E. Kjo vitaminë mbron qelizat e trurit dhe nervat nga dëmet e shkaktuara prej radikaleve të lira. Ajo ndalon ose vonon progresin e sëmundjeve të Alzheimerit e të moshuarit. Patatja e ëmbël, barishtet, drithrat dhe arrat janë burimet më të mira të kësaj vitamine. Ndaj përpiquni që të merrni shtesat e duhura ditore në dietën tuaj dhe të konsultoheni me mjekun tuaj për një shëndet të trurit më të fuqishëm dhe më të mirë. Fjalët të shumta thuhen në lart e poshtë për suplementet, që ato mund të bëjnë gjithçka për shëndetin tuaj të trurit, por kjo vetëm do të jetë një stimulues. Nëse nuk kombinoni dietën e dur, aktivitetin e dur të shëndetit mendor dhe kujdesin gjatë situatave stresuese, do ta keni të vështirë të keni një kujtesë më të fortë.
Sipas Healthline, çokolata është një produkt fantastik ushqyes që mund të luajë një rol pozitiv për kujtesën tuaj. Prezenca e shtuar e kakaos në përmbajtjen e çokoladës, e cila është e njohur për efektet e mëdha antioksiduese, të cilat i detyrohen më së shumti elementit flavonol, ndihmon në përmirësimin e qarkullimit të gjakut dhe gjithashtu ndihmon në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Ato do të përmirësojnë qarkullimin e gjakut në trurin tuaj, çka do të sjellë rezultate fantastike për kujtesën në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Gjithashtu, peshku është një prej ushqimeve të bekuara për shëndetin tuaj të trurit. Kjo edhe fal elementëve ushqyes që jep organizmit tuaj në tërësi. Peshku është një ushqim i bekuar për të gjithë organizmin, në veçanti për shëndetin e trurit ku mund të luajë një rol të mirë edhe në rigjenerimin e tij. Zarzavatet. Të gjitha llojet e tyre janë elemente të pasura me vitaminën B6 dhe vitaminën B12. Zarzavatet janë shumë të rekomanduara gjithashtu edhe si për moshat e reja ashtu edhe për të rriturit. Arrat, gjithashtu gështenjët dhe në përgjithësi të gjitha llojet e farrave mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për shëndetin tuaj të trurit, çka do të ndikojë pozitivisht në kujtesën tuaj dhe do të evitojë gjithashtu edhe luhatjet e saj. Ndikimi i tyre në shëndetin e trurit do t'i detyrohet prezencës së antioksidantëve omega-3 dhe omega-6, por edhe magneziumit dhe tiaminës, të cilat njihen për përfitimet e tyre më të rëndësishme në funksionet tuaja të shëndetit të trurit. Sa më shumë të kujdeseni për dietën tuaj ditore, aq më shumë përfitime do të keni në shëndetin tuaj mendor. Frutat. Këtu futen të gjitha llojet e frutave, por më të rëndësishmet janë manaferat blu, por edhe rrushi i zi. Ato mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin tuaj, çka do të ndikojnë në rritjen e konsiderueshme të aftësive mendore. Vezët. Sa më shumë avancon mosha, aq më shumë truri, sikurse i gjithë trupi fillon të pësojë një farë atrofizimi senil. Por nëse shumë nga ne kujdesemi që këtë gjë ta shtyjmë sa më shumë kur bëhet fjala për trupin, pak kujtohen se kjo gjë duhet të bëhet edhe me trurin. Vezët, për shkak të përmbajtjes së lartë të vitaminës B12 dhe lektinës, ndikojnë në kufizimin e këtij atrofizimi. Gjithashtu e kolina, e cila është një përbërës të kolesterolit, luan një rol të rëndësishëm në përmirësimin e kujtesës. Ndaj konsumi 1 deri në 2 vezë në ditë do të ndihmonte shumë në këtë drejtim, por më tepër do të ishte jo e rekomandueshme. Çaji. Bëni mirë që ta harroni kafe në mëngjesit, është më mirë një filxhan me çaj. Çaji i zi ose akoma më shumë ai i jeshil është shumë i pasur me katekin, e cila është një përbërës antioksidues që ndihmon në mbajtjen në formë të trurit. Pra sa më shumë çaj në mëngjes, aq më shumë përfitime për trurin tuaj. Drithrat. Në këtë kategori të ushqimeve, përfaqësuesit MNZ janë gruri, mistri, orizi. Këto produkte, përveç se janë të këshillueshme në recetat e dedikuara, janë po aq të mira edhe në drejtim të shëndetit të trurit. Efekti pozitiv i këtyre ushqimeve detyrohet përmbajtjes së shtuar të acidit folik, vitamina B6, tiamina, të cilat nga natyre ndikojnë në përmirësimin e furnizimit të trurit në gjak. Sa më shumë jeni në moshë, aq më shumë rekomandohen këto produkte natyrale të ushqyerjes. Kujdesuni më shumë në dietën tuaj dhe do të keni gjithashtu një mbrojtje më të mirë të aftësive tuaja mendore. Frutat e thata. Frutat e thata janë të dobishme për të realizuar plotësisht nevojën e vitaminës C, e cila është e dobishme pasi siguron shëndetin e enëve duke përmirësuar qarkullimin e gjakut në trup. Farat e kungullit. Farat e kungullit janë të pasura me substanca ushqyese tepër të rëndësishme për trurin. Bëhet fjala për vitaminën A, vitaminën E, omega-3 dhe omega-6. Por më tepër ato kanë përmbajtje të lartë të zink që luan një rol thelbësor në përmirësimin e kujtesës. Në dietën tuaj shtoni edhe spinaqin. Spinaqi është i pasur me vitamina dhe kripra minerale, veçanërisht vitamina K, që është thelbësore për ekuilibrimin e sistemit nervor. Gjithsesi, nëse keni një rënje të kujtesës, mos nguroni të konsultoheni me mjekun tuaj edhe për të bërë përzgjedhjen e duhur të produkteve ushqyese dhe vitaminave që ai këshillon. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos e zëvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në për qëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.